Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Të dashur dëgjues, ju ftojmë që të lusim në këtë kohë mesdite lutjen Mbretëreshe e Qiellit, si dhe më pas do të lusim edhe liturgjinë e orës së mesme. Në emër të Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Amen. Mbretëreshe e Qiellit, gëzohu, aleluja. Si ai që meritove për ta bartur, aleluja. Unë gjallë si pa ti thënë, aleluja. Lute për një hyin, aleluja. Gëzohu e galdo Virgjër Mari, aleluja. Zoti unë gjallë me të vërtet, aleluja. Të lutemi. O Zot, që në përngjalljen e birit tënd Jezu Krishtit, u dënjove ta ngushëllosh botën, bëj që në nënën e tij Virgjën Mari, të fitojmë ngushëllimet e jetës së amshuar, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Po lusim një atyn të falemi Mari për shpirtrat të burgatorve, ati ynë që je në qiell, u shejtrofte emrit, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep Zot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga e keqja. Amen. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shejtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Je po au Zot pushimin e pasosur, E u shndrit drita e pambarume. pushofshin në paqe. Ashtu qoftë. Engjëlli i Zotit, Që je rojtari im, pasi hyi për mëshirë të vet, më ka lënë në mbrojtjen tënde. ti sot më shndrit, më mbaj, më ruaj e më sundo. Amen. Tani të dashur dëgjues, po vazhdojmë me liturgjinë e orës së mesme. Sot është e enjte dhe jemi në javën e tretë të kohës së Pashkëve. Psalmet i marrim nga java e tretë e psalterit. O hy më eja në ndihmë, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni i orës 6. Eni o ju sklevër që luteni, me mendje e gojë madhëroni emrin e lumë të hyjit, me këngë lavde të denja. Sepse kjo është koha, kur me vendim të padrejti dorëzoj vdekjes së njerëzve, gjykatësin e të gjithë shekujve. E shtyr nga dashuria, nga frika e drejtë nënshtruar, kundër të gjitha sulmeve që na shtije armiku i egër. Të vetmin Zot të adhurojmë, hyjin atë e birin e tij, së bashku me Shpirtin e Shenjtë, një Zot të vetëm në Trini. Amen. Antifona e orës 6. Aleluja, aleluja, aleluja. Psalmi 119, pjesa 15. I urej ata që janë si mësalla me dy faqe, dhe e dua ligjin tënd. Për krenarja dhe shqyti im jeti, kam besim të plot në fjalën tënde. Mu hiq një sysh o keqbërës, se dua t'i zbatoj urdhërimet e hyjit tim. Më përkrah si më premtove do t'jetoj, dhe mos më tradhtoft shpresa ime. Më përkrah e do të shpëtoj, do të kënaqem vazhdimisht në rregulloret e tua. Ti i urrejn ata që u shmangen urdhërimeve të tua, sepse meditimi i tyre është gënjeshtër. Por si ndryshkun ti i zhbin nga faqja e dhejut keqbërësit. Prandaj, unë i dua dëshmitë tua. Trupi im më dridhet për i frikës sate, sepse i kam frikë gjyqet e tua.
lavdi i Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Psalmi 79, vajtim për shkatrimin e Jeruzalemit. Po ta kuptoje edhe ti në këtë ditë çka të sjell ty paqen. S'kan për të lënë ty as gur mbi gur, sepse nuk e bëre përsend kohën kur hyi erdhi të ndihmoj. Lexojmë tek Luka Ungjilltar kapitulli 19. O hy, e pushtuan paganët pronën tënde, e dhunuan tempullin tënd të shenjtë. Jerusalemin e bën një grumbull rënojash. U adhan kufomat e shërbëtorëve të tu për ushqim shpendëve të qiellit, mishin e shenjtërve të tu, bishave të malit. Gjakun e tyre e derdhën si ujë, përreth Jeruzalemit e s'kishte kush t'i varroste. U bëm çnderem ndër sy të fqinjve tanë, për qeshje e loj për ata që i kemi përreth. Po, deri kur o Zot? A do të rish përgjithmonë i hidhëruar? Do të digjet si zjarri zemrinë yt? Mos i kujto fajet e etërve tanë, le të na vijë në ndihmë sa më parë mëshira jote, sepse jemi bërë tepër të mirë. Na ndihmo hy shëlbuesi ynë, për nder të emrit tënd e na çliro, poshtë nderin e emrit tënd, na i fal fajet. Pse të thonë paganët, ku është hyji i tyre? Le ta pranojnë ndërsytan paganët hakmarrjen e gjakut të derdhur të shërbëtorëve të tu. Le të arrijë këtij gjëma e të robëruarve. Me fuqinë e krahut tënd, shpëtoj të dënuarit me vdekje. E ne, populli yt, delet e kullotës sate, do të lavdërojmë për amshim, do ta shpallim nga brezi në brez lavdin tënde. Lavdi i Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Psalmi 80. Shikoje o Zot vreshtin tënd. Eja o Zot Jezus, lexojmë tek Zbulesa 22:20. Dëgjo ti o bariu i Izraelit, ti që i prin Jozefit si grigjës, ti që rri në fron mbi kerubin, shkëlqe, para Efraimit, Benjaminit e Manaseut. Zgjoje pushtetin tënd dhe eja në ndihmë për të na shpëtuar. O hy, na përtri, kthjellë fytyrën tënde e na shëlbo. O Zot, hyji i ushtrive, deri kur do të hidhrohesh në lutjen e popullit tënd? Deri kur do të na ushqesh me bukë lotësh? E do të na japësh shtëpim ujë lotësh me shumicë? Na bëre shkak grindje për fqinjtë tanë, e armiqtë tanë po qeshen me ne. O hyj i ushtrive, na përtëri, kthjellë fytyrën tënde e na shëlbo. Vreshtin nga Egjipti e nxore, e për ta mbjellë atë paganët i dëbove, tokën ja përgatite, lëshoi rënjë dhe e mbushi tokën. E mbuluan malet me hijen e tij, me gema të hardhis u mbushën cedrat e hyjit, pinjollët e tij arritën deri në det, shërmendet i qiti deri në lum. Gardhin pse ja theve, që ta vjel çdo kalimtar? E dëmtoi deri egër, e kulloti çdo egërsirë. Kthehu, hyji i ushtrive, shikoje nga qielli e shihe. Eja shihe këtë vresht, deli Zot se ti vete mbolle, djalit që për vete e rrite. Ata që e dogjën dhe e pren, le ta sharojnë për kërcënimit të fytyrës sate. Dora jote qoftë mbi njeriun e së djathtës sate, mbi birin e njeriut që për vete e rrite. Kur më nuk do të largohemi prej teje. Na përtri e do ta thërrasim emrin tënd. O Zot, hyji i ushtrive, dehti na përtëri, kthjellë fytyrën tënde e na shpëto. Lavdi i Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja, aleluja, aleluja. Leximi i shkurtër i orës 6 marr nga letra e Titit kapitulli 3. Hyj na shëlboj në saj të mëshirës së vet. Më anë të larjes së rilindjes dhe të ripërtritjes që jep Shpirti i Shenjtë, të cilin me begati e ndikoi në ne nëpër Jezu Krishtin, shëlbuesin ton,
që të shfaqsuar me anë të hirit të tij të jemi në saj të shpresës, trashëgimtar të jetës së pasosur. Nxënësit e panë Zotrin, aleluja. Dhe u mbushën plot me gëzim, aleluja. Të lutemi. O Hyj i gjithëpushtetshëm dhe i amshuar, ti në këto ditë pashkësh na e zbulove madhësinë e dashurisë sate. Bëj ta pranojmë plotësisht dhuratën e shërbimit. Ti na shlirove nga errësira e gabimit. Bëj ti mbahemi me ngulta së vërtetës. Nëpër Zotin ton Jezu Krishtin, birin tënd, që me ty jeton e mbretëron në bashkim me Shpirtin Shenjtë Hyj, për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Në emër të Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Amen. Të dashur dëgjues, patët mundësinë që së bashku të lutim lutjen mbretëreshe qiellit dhe liturgjinë e orës së mesme, e ne ju ftojmë të vazhdoni qëndroni me programet e radhës të Radio Marisë së Kosovës, një zëj krishter në shtëpinë tënde, ku do qofshi hiri i Zotit qoftë me ju.